veshjet popullore si një komponente kryesore të kulturës materiale që në pamjen e jashtme tregojnë veçoritë specifike të një treve dhe përkatësie kombëtare. Ndryshimet të veshjet në përgjithësi janë të mëdha. Ato dallohen si nga përbërja e pjesëve të veshjes, ashtu edhe nga lloji i materialit, dizajni, motivet që përdoren e deri te veçoritë specifike të një treve dhe përkatësie kombëtare. Veshjet tradicionale të shumë trevave të Kosovës edhe sot e kësaj dite ruhen me fanatizëm të rrallë, duke u punuar e përdorur vazhdimisht për të mos ndryshuar shumë në mënyrën e punimit të tyre. Në këtë mënyrë është ruajtur specifika e veshjeve të trashëguara me shekuj. Kjo është vesha me pështjelc, vajzave. Është ka përdoret shumë, bile mas lufte, shumë para lufte kampanisë, pak me arru, mas lufte po përdoret. Është këmisha, është imitim i pelhurse, nuk është pelhurse, fëmija nuk punën me gajtë se është e fort. Mandej pështjelci, jeleku, që kjo është vesha e vajzave. Mandej, kjo është vesha e rogoveve. Kjo është setra, është në ditë vesh, nuk përdoret pak vish kreve, po në fakt e bojnë. Ashtë edhe kjo përveshje trafshit të gagjinit? Po. Është përveshje trafshit të gagjinit. Kjo veshjet edhe me fustana. Kjo është jeleku, është i punu me gajtan. E ka punu dora e një gruje shumë të vyshme, sa është shumë punë e ronë kjo, edhe po vine për i marë. Sa është letërsia e kësaj këmishe? Duhet me i pas një 35-60 vjetë. Përveç veshjeve që u pan, këtu nuk mungojnë edhe një varg punimesh të tjera, të cilat janë gjithashtu me një dizajn të motivuar nga tradita jonë.